Kur dola unë e shoh të shtrirë dhe gjakosu, edhe po e shtypni në këtë kohë. Bërtasë dhe i bie djali përsipër. Për ta mbrojtur. Për ta mbrojtur. Në këtë kohë, ikin i fundit më qëllon mua. Me vetie pra. Derçe, këtu. Duke ditur që ishe ti. Më qau, të dremisht, më qau këtu. Me çfarë qëlloj? A nuk e pashëm? Me shqelma apo me Jo, diçka? jo, me hekure. Më qau këtu, komplet. Ja, kam qepër kompletet. U gjakosa dhe kur, por nuk rash. Që të binja për një djali, nuk e levizja të djali, vura barbër, bërtisja, një s'kemi fëqinja aty, një kemi qiklarë, kemi shpje vetë. Sa erdi djali madhë, pasaj dëgjoja isa me gjithë shoqen, ata erdhë unë në rërimë në keqë. Erdhë një dy koshirin tjerë, pasaj bambun me kava, që e futëm qikë, se më binte shi edhe ere fort, a i gjaku lumë. Si apun... Çfarë menduat në ato momente? Qa në ndohë, më falë, qa në ndohë, se ne nuk, si që thashë fillim, nuk kemi probleme në fshatë. Bile këtë djali, ka një respekt aqë të madhë të fshatë, jo se është djali im, po të vesh të pyrë që më shatra me vlosë. Edhe se ishim të kjetë, ishim shumë të kjetë. U habitëm, i ranë telefoni për ambulancën, morëm doktorin personal të shpisë, edhe është dashnori Zeri. Edhe i thamë, ndërkohë ambulancën se kështu më ndodhur. Sa morja i sa bëri, ku di unë, nëjse ambulancën e qikë më morë, nësë pan policisë nuk nga përgjishë. Në ato linje jam i zjarë fikse staj. I thëmë, do polici komisariatin. Nuk për në deli, nuk la duel për momentin. Më pas, kur kemi ardhur ne me ambulancë këtu, ka vajtë policiati. Se shefi erdi dhe me tha, më kam qenë shpiten edhe ja. Kështë filmuar, duke që në vje gjakut, duke që gjithë gjakut që kështë eren atje. Në kohë, dëli djali, dëli me telefon, me dritë telefoni, se ishtë tërë. Ata e qëguar, ra i, kanë marrë dhe telefoni, ra pandjenja, kur erdi këtu për mendë.